Përshëndetje të dashur, mirë se vini. Atëherë do flasim për fjalën ligji dhe fjalën e konceptin e religioneve, pra fetë moderne. Atëherë ligji, kur e dojmë në dy, është legji, okay? Legji sepse edhe në gjuhën franceze, frangjishtja, në gjuhën latine, në përgjithësi, do më thonë për i latinishtës të tjera, po kjo vjen për i shqipës, legjifere, do më thonë në pikërisht me ban ligj, pra është prapë fjala ligj. Shqipes edhe legji, gji ka dhënë edhe fjalën zhan, që do të thonë njerëzit, e na do të thonë jo veç na veriort kena gjithmonë si nduka gjin e tjera fjalën gji, po gji e gjin, po është edhe ma do më thënë edhe herë njeri du të mu përqendru të ana fonetike e gjuhës shqipe, pra mënyrën e përsosën se si tingulli mi jeton me mija vite e i pa ndryshum, edhe në qofë se ndryshon do më thënë një zanore, kuptimi i saj e lidhun me simbolin nuk ndryshon, se në anën metafizike edhe i herë tanë tingujt janë për me përshkru të njëjtën gjë, pra konsciencën, Zotin, Perëndin, në gjegjen e tjera. Edhe ligji do më thonë ka legji, pra ka linë qendra e një gjaje, që është ligji. Ka dhënë pastaj edhe religion, pra religion, ligji, i ri në fakt. Kjo është kuptimi fonetik i fjalës religion, edhe e lidhun direkt me fjalën ligji e shqipës. Edhe ligjet e para, se do njerëzi, do më thanë fetë moderne, kanë binë shumë njerëzi se ligjet që janë të lidhuna me burimet fetare, e që na vinë nërmes feve ebraike, krishtere e muslimane, janë, do më thanë, njerëzit harrojnë ku marrin burim këto dëshmi, këto shkrime, edhe njerëzit harrojnë se ka pas ligje para këtyne ligjeve. Lemasi ka ligjet universale që ata nuk ndryshojnë kurrë, nuk do më thënë janë shumë të panjoftun për shumicën e njerëzive, që shumica i mohojnë bile, edhe kujtojnë se është veç ai ligji i njerëzive që bajnë njerëzit, po edhe herë, do më thanë, na në Evropë, sidomos shqiptarët, si të shëgjimtarët direkt Pellazgo i Lirëve, na kena themelu pikërisht ligje aq forta, ligje morale, që pastaj janë majtë me shkrime, si kanunet e krajinave që janë mledhë për disa, po normal disa kanë hup, e tjera. Po, do më thanë, na kena themelu pikërisht ligjet, do më thanë, shtratin e ligjeve moderne që njohin njerëzit sot, nërmes ligjeve e juridiksionit e tonë sistemin, do më thanë, janë bazume prej ligjeve që Pellazgo i Lirët kanë themelu, e këto ligje kanë direkt lidhun pikërisht me natyrën e herë dhe me natyrën e njerit, kështu që në ato ligje, për shembull,
është e ditun, kjo dhe herë kjo është e shkrujtun, deri sot është në kanunin e veriut, që ka meci i Lek Dukagjinit, po flitet për lekën e parë, Aleksandrin e Madh, edhe pse normal Lek Dukagjini bashkohor me Gjergj Kastriotin, dhe më thonë e ka rifresku e vnuën vendin e saj siç duhet, se këto ligje janë themelore, janë edhe herë shumë më të lashtë ligjet moderne, që pikërisht janë themeluar prej ligjeve tona. Dhe më thonë, ligji për shembull në kanunin e veriut është e ditun e njoftun se jeta ose vlera e jetës të një femne është 2 fish me jetën e vlerën e jetës të një mashkulli. Dhe më thonë, aty pikërisht vnohet re se edhe për feminizmin e sotshëm, burimet e themelet e burimi edhe herë i çdo gjaje është të në fakt, sepse pikërisht me këtë ligj për shembull çohet në vend, mrohet e nerohet jeta e femnës ashtu siç duhet, qysh në themel domethënë. E për njatë kurkush nuk mund thotë se kanuni është kundër femnës, se ma feminist se kesh, dhe më thonë, këtë ligjë zërke me gjecët. Ke edhe i shamuj e tjerë normal për këto ligjet edhe herë. Pastaj edhe njerë du të me pas parasysh se interpretimet nuk marrin fund kurrë, normal me periullat e kohës, dhe më thonë, e në gërsin më të madhe, në lufta e tjera, normal që interpretimi, pra spektri i menjes, interpretimi i trunit, gushtohet, sepse rrethanat janë të veçanta e tjera, dhe më thonë, normal si edhe herë ligjet kur janë kundër jetës, aty njeri e ka për detyrë moralisht mos me zbatu ato ligje, sepse pikërisht nuk janë në shërbim të jetës. Pra, për njatë është kryesore si çdo njeri ta ketë parasysh i herë ligjin e mbrëmshëm, ligjin e shpirtit, ligjet shpirtnore pikërisht, se çdo gjë është energji, asgjë nuk hub, domethënë qa miell ke me korr e tjera. Edhe një fjalë domethënë për religionet, për fet. Shumë njerëz janë domethënë jashtëzakonisht të bindun se fet janë fjala e Zotit, po njerëzit harrojnë se çdo fjalë është fillimisht fjala e Zotit, se pikërisht zani është pikërisht një manifestim ose një shpadhje e qenjes njerëzore, po hyjnore në vend parë që jena, që do mesim edhe mas vdekjes, sepse edhe herë energjia nuk shkon kurrkun. Ka pas shumë ligje, dhe më thanë, feja ebraike është e mbështetur në ligjet e një perëndori, Hammurabi ka emrin, që ai pikërisht ka shpall një ligj të tij, bazuar në ato rrethana të asaj periudhe, pra bëhet fjalë për ku është Iraku i sotshëm, afër Iranit, tonë ajo zonë, domethënë Mezopotamia, Mesopotami, pra se është
mes një toke të shterën, si që thot Shqipja, mes opotami. Po do bëj një video tjetër për këtë temë. Dhe më thanë, ligjet e këtij mreti, që kanë qenë jashtëzakonisht të rrept, shumë pikërisht shumë dhunshëm ndaj gjinisë femnore, po jo veç e tjera. Këto kanë baza e janë prapë sot baza e fesë ebraike, që do më thanë shumë njerëz konsiderojnë prapë si me kanë themeli i ligjeve morale e tjera, po në fakt nuk është ashtu, dhe më thanë nuk është ashtu është, po edhe herë do bëj një video specifikisht për këtë, po Ismaeli, dhe më thanë janë trashëgimtar të Nujës, që është pikërisht baballari jonë Pellezgo i Lirë, për një atë Shqipja i shbërthen krejt letë shumë emna e shumë gjana e tjera i bën qartë si ujë, po edhe i herë ligjet që dhe më thanë njerëzit majnë sot modern të majnë si ligjet e para, për shembull 10 ligjet që njohin ta njerëzit mos me myt, mos me vjell e tjera. Dhe më thanë këto ligje nuk janë ligje sepse nuk ka asnjë lloj pasoje i herë, ti veç i ka shpall një diçka që është sens, dhe më thanë mos me i bën dom atij tjetrit, kjo nuk është ligj. Ligji është ajo që pikërisht thotë që ti nëse bën domin që do ta bësh, sepse natyra e njerit kur nuk ka pasoja pikërisht dën mos me majt përgjegjësi. Pra ligji aty përcakton pasojën që ti ke me majt, nëse bën dom ose te kalon ligjet njerëzore, kisha me thonë. Pra nuk na Pellezgo i Lirë shqiptar, nuk kena prit ligjet e dikujt tjetër për me na vënu kufit e duhun, për me bashkjetu, do me thonë si bashki, si civilizime tjera. Për atë një fjalë tjetër, për shembull, do bëj një video edhe për këtë, se feminizmi edhe herë këtu e ka djepin, do me thonë nuk është një diçka as pak moderne, se dëshmit janë në Sarand, janë në veri, gjithkund dhe me thonë në gure e ma shumë, që femnat e në antikitet, femnat pra trojane, ato lema që pishin alkohol, po bashin tregti, e kishin prona, dhe me thonë, është lema në Spartë, që është e njoftun, pra Sparta, të partë, shkurt, të partë janë prapë edhe i herë trojan të jugut, po, ata edhe sot dihet se femnat e Spartës, do më thonë, ishin në thojzat të mërshme për karakterin e personalitetin e tyne, sepse femnat të super të fuqishme, super dituna, dhe më thonë për njëtë pikërisht patriarkati modern i ka guju femnat e sot fuqia e femnave, edhe pse jena më shumë se gjysa e popullsisë botnore është në gjumë, sepse shumë femna normal për i rrethonave dhunëse harrojnë derisa nuk kanë si mja bën ndryshe e mu shpall si të jashtëzakonisht fuqishme që janë. Po edhe herë, kthehen atë religionin, pra ligjet moderne që konsiderohen si ligje që edhe herë nuk ka nevojë me thonë kush me respektu nanën e babën ose me
mos me vjell kojshin, ose mos me marr gruën a ku dihun, këto nuk janë edhe herë ligje, këto janë gjana që janë të mirë qenuna, sepse edhe herë nuk bëhet fjalë, nga që pikërisht marrëdhënie njerëzore e vlerat njerëzore i herë në vend parë e mitana. Kur marrëdhëniet njerëzore e vlerat njerëzore janë përmysuna, janë në rrugën e shkatrimit, sepse pikërisht kryetarët e familjes, trashëgimia, që njerëzit edhe herë don me justifiku dhunën të i vnu emnin e tradicë, që kjo nuk shkon as pak e nuk bëhet fjalë, pra ka krye ajo kohë, nuk pranohet më. Njeri pikërisht aty du të me vnu re se munesh me kenë e një rrugë krejt dallasht, e një rrugë pa shteg, e një rrugë ku je ka mytesh e do myten me ty edhe gjeneratat tjera, dhe më thonë si vinë mas teje, e pra kur njeri edhe herë një ligj jo të drejt, ti e ke për detyrë mos ta zbatosh në vend parë, të vinë prej ku dojnë nërgjegja jote, pra nërgjegja, konshkenca. Do njerëzit nuk kanë nërgjegje, e kanë sakrifiku nërgjegjen e tyne, se pikërisht shohin veç interesat. Po mas vdekjes, si në mitologjinë egjiptiane, zemra do peshohet. Anubis ose mat, nëse është një përëndesh pikërisht që mat zemrat, e i peshon mas vdekjes, e ka në mat. Si matematika e tjera. Kur ligjet nuk janë drejta, kur prini ose rregulli natyral, dhe më thonë, i gjanave është përmys, çdo njeri e ka për detyrë me ndru lojen e me ba, si ka thonë Krishti, jo si e ka manipullu moderniteti e krishtianizmi, që thotë jepja faqen tjetër, është fjala, e bëhet fjala për me tregu faqen tjetër, pra pikërisht me ndru lojen, me përmys, për me çu në vend. Se kur një prin ose dy prin familjar, një grup shoqënie, një punë, qa do tjetë, dhe më thonë, kur njerëzit i kanë dhënë provat e shkatrimit, e kanë dhënë dëshmi që nuk donë as mirën tane, po më në fund s'ja donë as vedës s'ja donë të mirën, se pikërisht donë me uzu veç për shkatrim, donë veç me përmys realitetin e vlerat e të vërtetën, çdo njeri e ka për detyrë me kenë i prim si spata, e pikërisht një ashtu e ka thënë edhe Jezu Krishti, ka thënë nuk kam ardhur me ju sjell paqen, kam ardhur me ju sjell një spatë. Kaq të dashur, të lidhur me ligjet e me religionin, edhe një fjalë të vogël, njerëzit du ta kenë parasysh, që do ta them shpesh, se ka historinë oficiale, pra historia si mësohet, propagandat, që janë financuar prej dhej fuqive të errta e padukshme, që njerëzit nuk kanë ku me i ditë, po duhet edhe me ba detyrat e tyne, mu interesuen pikpamjen e anave, edhe herë gjanave të padukshme, edhe në politikën e padukshme, e tjera. Ka historinë që mësohet, ka historinë që ka nullë, ajo dihet. Nërmes historisë që mësohet e asaj që ka nullë, normal, janë dy bota, edhe në këtë versionin që mësohet, pikërisht njerëzit du të me pas parasysh se mrena historisë ka
shumë elemente e duhet me ditë me i da, e është shumë sfiduese e vërtet, kur njeri nuk edukuen këtë aspekt, me da historinë, do më thonë faktet historike, e me da historinë e feve, sepse historia e feve, ose historia fetare, është pikërisht shumë e lidhën, po shumë e ngatrume apostafat, pikërisht për mos me marrë njerëzit vesh historinë reale për te asaj që mësohet e për te asaj që trashëgohet e narrativa që edhe herë janë bëm jo për me mbrojt vërtetën, po për me mbrojt interesa e ku diun e tjera, me mbrojt një edhe herë me trashëgue diçka që nuk është e vërteta. E pra, historia e feve është shumë interesante, po është pikërisht si historia, dhe më thanë, historia me mitologjinë, që janë dy fusha jashtëzakonisht të lidhuna e të rëndësishme, po du të me ditë me i da se pikërisht ka ato fakte që kanë ndodhur e pastaj ka mënyra se si njerëzit kanë simbolizu, kanë kërku me reprezentu e me trashëgu pikërisht ato që kanë ndodhur, po nërkohë të i banë hyrje, nërkohë të i shtamnu pak realitetin, se normal gjithmonë kur dona me i thjeshtësu për gjanat, atër edhe prishim esencën e gjanave e të vërtetës kajherë. Pra, keq, pa lam këtu për këtë se ishte shumë interesante, po do vazhdoje, do ta lidhe me gjana tjera dhe herë. Po, edhe herë njeri do ta ketë parasysh se ndërgjegja e shpirti, pra konscienca, ka ligjet e saja e njeri kur prej një autoritet të jashtëm me thonë qa ligj është i vlefshëm, qa ligj nuk është i vlerëshëm, e pra kur ti nuk mbështetesh e ndërgjegjen tënde, intuitin tënd, njerëzillekun tënd ma thjesht, do të thonë fakultetet njerëzore që ke me nije, atër aty është fillimi i marimit, do më thonë, kur pikërisht njerëzit fuqinë e tyne kujtojnë se munen me marrë prej jashtës, ose kujtojnë se vjen fuqia prej rrethonave të jashtme, ose përcaktohet prej rrethonave të jashtme, edhe herë prej të jashtës e tjera. Fuqia është pikërisht një iluzion shumë i dëmshëm me kujtu njeri se ka një lloj fuqie jashtë vetës. Kur ti nuk mjeshtron veten, kur nuk je aq i fuqishëm për veten sa din mu majt, kur duhet mu majt, nuk ka fuqi, domethënë, për njëri për fat keq shumë njerëzit, domethënë, femna e mashkuj, po normal që pasojat janë edhe matrona, kur dhuna vjen prej mashkujve, sepse pa barazia biologjike aty e marrën lojen. Shumë mashkuj pikërisht kujtojnë se bëhen të fuqishëm, se domethënë tu i kontrollu femnat, tu i kontrollu diçka të jashtëm, tu i kujtu ata se kontrollojnë, se s'kontrollojnë asnjë. Po edhe herë fuqia është mjeshtria, pra edhe dia, ndërkohë e njeh veten, ndërkohë e ke has veten në thellësitë më të mëdha, në momentet më të errta ku pikërisht nuk mundet kërkush me të njeh aty. Okej, të dashur, ja kaloshi mirë, shifën në një video tjetër, pashim!